Lezhë solli në vëmendje artistin e mirënjohur, rapsodin dhe themeluesin e asamblit Çiftelia, Ded Ndue Lazri. Në nder të 86 vjetorit të lindjes së tij, Drejtoria e Artit dhe Trashëgimisë Kulturore në Bashki organizoi një aktivitet përkujtimor me pjesëmarrjen e artistëve, familjarëve dhe qytetarëve lezhjan. Dhe jemi këtu sot për të ndarë pikërisht këto vlera, këto mesazhe dhe të respektojmë akoma më tepër vlerat artistike të artistit të merituar Ded Ndue Lazri. Ded Ndue Lazri është një yll që nuk pranon as edhe një herë. Vargu Ded Ndue Lazrit i ka rrajt në thellësi të tokës shqiptare dhe çdo varg i Ded Ndue Lazrit ke pas lezet se se keni gjuti kon tjetër. Deda ka meritën e jashtëzakonshme si themelues i ansamblit Çiftelia, si një prej emrave më të shquar të artit dhe kulturës lezhjane, sepse u bë kënga, vallja, piktura, skulptura, arkitektura. Djali i artistit, Arben Kola, theksoi se pasaporta e asamblit Çiftelia mban si kopertin figurën e Ded Ndue Lazrit, një simbol që lezhjanët e nderojnë vazhdimisht. Për Ded Ndue Lazrin nuk më flas as baba jam, por do të them vetëm dy fjalë se ka thënë pionieri i ansamblit Çiftelia Gjakçari. Ded Ndue Lazri tha është faqja parë e pasaportës së asamblit Çiftelia. Ded Ndue Lazri u përkujtua si një figurë emblematike e kulturës vendase, poet, studiues dhe krijues i spikator, si dhe themelues i institucioneve kulturore të Lezhës. Ai ishte ideator i asamblit Çiftelia që në vitin 1966, duke lënë një trashëgimi të rëndësishme në artin dhe muzikën popullore shqiptare.